Ti ndërhyve këtu te mua, unë nuk ndërhyva unë te ty. Po më dha fjalën zotëria. Po unë po kisha fjalën. Çfarë janë këto gjëra që bën? Zoti Gjoni do të bëjë një Po prandaj Rama objeksion merr mandate. në raport. Se duke pa këto nivele. Po, Gjin. Cili nivel? O zotëri, ju Cili pse nivel, ndërhyni zotëri? kur unë kisha një debat me Po zotërin? vazhdojmë emisionin e drejton zotëria, nuk e drejtoj unë. Unë fola unë, ti do më flasësh tani. Metën Berishën, kjo është kështu, kjo është ashtu. Thash, Zoti Gjoni ka një objeksion për të bërë. Dhe vazhdojmë, Gjin? Po s'të lenë. Vazhdojmë, pa. Tani, nuk është e vërtet. Vetëm, më falë, për arsye etike, Po, nuk po fyr njëri. Unë përgjithsisht të jam shumë rigoroz, jo për të fyrë në këtë gjë, po. Persona që nuk janë të pranishme, aq më tej për Zotin Meta, që ka një status... Zoti Berisha nuk është i pranishme. Zotit Meta, nuk ka pse ta sjellin si referencë. Edhe zotëri unë, si e ka emrin Gysleni, edhe tjetër. Elkeri e di se kemi qenë dhe herë tjetër. Gysleni është një ftuar i shpesh në emisionin tim, dhe edhe kur kanë qenë çështje ligjore, unë e shmang, nuk dua ta përfshi Zotin Meta pjesë të debatit, sepse unë e ftoj si avokat, si jurist, ose si analist për çfarë ndodh në vend. Kur të kem një çështje që lidhet me çështjen e Zotit Meta, atëherë do ta adresoj. Ta mbaroj Gjini dhe pastaj do ma lësh mu fjalën dhe bëra këtë për korrektesë me lidhje fare në lidhje me këtë, sepse zotëria ngriti dhe aludoi në lidhje me Partinë Demokratike dhe me Zotin Berisha. Dhe unë në vazhdimën e shpjegimeve që duhet t'jap, patjetër që do marr pjesë të bisedës së zotërisë, që ta implementoj dhe t'jap shpjegimin tim. Dhe këtu s'ka si gjatë keqe. Jo, absolutisht. Dhe këtë po baj. Vetëm kthehemi tek çështja. Gylseni tha këtë gjë, që kjo fushat që po bën Partia Demokratike edhe protesta janë në funksion të Zotit Berisha për zgjedhjet që do bëhen. Këtu qëndrojmë. Tani, unë prandaj thash që Partia Demokratike në gjithë qëndrimet e veta, që nga momenti i zgjedhjeve, që nga farsa elektorale, që nga deklarimet e ditë për ditë të kryetarit të Partisë Demokratike, por njëkohësisht edhe deputetëve të Partisë Demokratike, por edhe luftës parlamentare e cila ju e shifni, pavarësisht se ka qenë shumë e mangët për shkak të uzurpimit të hapësirave parlamentare, sepse në 10 seanca parlamentare rezulton që 2 ose 3 seanca janë zhvilluar normalisht që opozita ka pas të drejtën të shprehë dhe të flasë. Tani kanë marrë dhe urdhrat ata që t'ju prezën nga seanca fare. Absolutisht, përfundimisht, të gjitha ligjet do i miratojnë pa debat. Tani, nuk qëndron argumenti i zotërisë për një arsye shumë thjeshtë. Sepse në rast se ka njeri i cili po lufton më shumë se sa çdo njeri tjetër, edhe sekretari i Partisë Demokratike, por edhe për shkak të informacionit, është Zoti Berisha. Dhe qëndrimi i Zotit Berisha në raport me ngjarjet politike, besoj që është i qartë. Fakti dhe nuk është halli i Zotit Berisha të zgjedhjeve të marsit, dhe nuk janë zgjedhjet mars, se janë në prill dhe në maj, dhe ristrukturimi i Partisë Demokratike ka filluar tani më, dhe Partia Demokratike është e qartë në objektivet e saj. Dhe protesta dhe qëndrimi dhe fjalimi i Zotit Berisha, me mesazhet që dha ditën e protestës, qoftë nga Zoti Boçi, por Zoti Berisha përfundimisht, u qartësuan të gjitha mënyra dhe kilometrat e fundit nuk kanë lidhje me Partinë Demokratike. A kanë lidhje me pushtetin? Me pushtetin. Do me thënë, falë, e gjithë kjo bëhet për t'i dhënë ushqim propagandës Partisë Pushtet. Nga kënd vështrimi juaj, çfarë ndodh? Çfarë po ndodh me opozitën? Është vërtet njerëz që jemi në kilometrat e fundit të pushtetit dhe duhet ta besojmë këtë që thot Zoti Berisha si një mundësi apo si shpresë të ndryshimit politik në vend? Tani, përpara se të shkoj te kjo, Luan, do më lejosh që them që çdo njeri që e njeh pak politikën në Shqipëri, pastaj ata që jeton në përditshmëri me Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, e di shumë mirë që Zoti Berisha është i rrezikuar nga zgjedhjet brenda partisë, aq sa mund të jetë i rrezikuar, nuk di të them. Domethënë është edhe po fare prezent, nuk ndodh. Në PD është e qartë kjo tashmë. Është një parti antidemokratike, pavarësisht se është demokratike në fjali. Në Shqipëri nuk e bën dot këtë. Jo, kështu e kuptoj unë. Po nuk e kemi më demokratike, as Partinë Socialiste, as Partinë e Lirisë, nuk kemi një model tjetër që ta bëjmë një diktator kur brenda strukturave tua nuk ke parime demokratike. E kuptova, unë e kam kuptuar.
Unë kam kuptuar shumë mirë, Po, le ta lëm, duhet jemi të qartë që ne nuk kemi parti të tjera, edhe këto që kanë lindur në zgjedhjet e 11 majit, nuk ka parti që janë që ne nuk identifikojmë me kryetarët. Ki parasysh dhe ku shkojmë të votojmë të numrat, është sistemi zgjedhor dhe sistemi organizimit. Tani në dy emra të cilat zoti Berisha është në politik 3-4 vite pa lindur unë. Ki parasysh se sa kohë ka kaluar, kështu edhe zoti Rama, kështu që ne